ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Falëndërimi dhe lavdërimi I takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunnetin e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu na bëf prej tyre. Rrallpare porosish vetën time pasaj edhe juve që të kemi frikë vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Me të vërtet frika e vetme e cila na shpëton neve në dunja në ahiret është ajo e cila kemi ndaj krijuesit ton Allahut subhanahu wa ta'ala. Jetojmë në kohën ku shumë njerëz e kanë humbur vlerën e diturisë së saktë. E kanë humbur vlerën e dijes së cilën duhet ta marrim edhe cilën dituri duhet të pajisemi ne. Disa prej njerëzve mendojnë se mjafton pasuria të cilën e ka robi. Disa tjerë mendojnë se mjafton një pozitë e mirë të cilën e ka në punën ku e punon. Disa tjerë e ndajnë dijen fetare. Thonë se dia për fe I mjafton atyre të cilët shkojnë te xhamia, ndërsa na I kena punë të tjera, punët e dynjajës. Islami vëllezër asnjëherë nuk e ndan diturinë nga jeta. Islami asnjëherë nuk e ndan diturinë as nga çështjet e dynjajës, as nga çështjet e ahiretit. Islami e kërkon dija fetare e cila është shpëtimi për ahiretin, edhe dija e dobishme e cila e ndërton jetën tënde në këtë dynjë. Besimtari si besimtar, besimtari I vërtet pajiset në dy lloje diturijës. Dituria e cila I bën dobi atij për ahiretin e që është dituria fetare, për cilën jemi të obligueshëm me mësu gjërat të cilat na I kena nevojë për me I ditën, edhe dituria e cila e ndërton jetën tonë, edhe ndërton dynjën tonë, e që janë profesionet të ndryshme të cilat I kemi ne në dynjë. Vëllezër, duhet me ditën se si umet I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jemi umet I fjalës lexo, edhe jo I fjalës dëgjo edhe nikta. Çfarë do thotë kjo? Fjala e parë që I ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë Iqra, lexo. Lexo me emrin e Zotit tënd. Lexo me emrin e Zotit tënd, ai I cili e ka krijuar çdo gjë. Andaj Ibn Kathiri Allahu mëshiroj thotë se kjo është mëshira e parë. Kjo është mëshira e parë të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e nderoi njerëzimin. Fillimin e shpalljes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte me urdhnin për dituri, ishte me urdhnin për lexim, ishte me urdhnin për me mësu edhe me studiue secili prej neve, sepse dituria e vërtet është ajo e cila e nxjerr robin nga errësira. Nuk ka ardhur urdhni I parë që të falmi namaz, nuk ka ardhur urdhni I parë që të shkojnë në haxh, nuk ka ardhur urdhni I parë që të dalmi të luftojmë rrugën e Allahut subhanahu wa taala, por se urdhri I parë, fjala e parë të cilën Allahu subhanahu wa taala ja zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira ishte Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo, mëso, studio me emrin e Zotit tënd. Imam Taberiu Allahu mëshiroj thotë se Allahu e dërgoi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam edhe urdhëroi atë që të lexon edhe të kërkon dije, sepse me dije njeriu e njeh Zotin e tij. Me dituri të vërtetë e njeh Zotin e tij edhe vazhdon ta dallon të vërtetën nga e kota. E që sot shumicës prej neve na është përzicë kjo.
Nuk dina me dallu të keqen prej të mirës. Nuk po jena në gjendje me i dallu të vërtetat dhe të kotat. Nuk po jena në gjendje me i dallu të cilat po bojnë për neve edhe të cilat nuk po bojnë për neve. Duke filluar prej çështjeve fetare e deri në fund te adetet e tona të cilat çdo sen, edhe në fe, edhe në adete, edhe në tradite, edhe në zakonet e tona të përgjithshme të popullit kena filluar me i përzije. Edhe kjo është si mungesë e mosditurisë. Kjo është si mungesë e neglizhencës tonë, edhe kjo është si përhapja e ignorancës së thellë, duke vazhduar me përzi vetëm në gjërat e kota Allahu na ruaj prej saj. Shikoni se dallimi të cilin e bën Allahu subhanahu wa taala në Kur'an është se ai ka urdhëruar ty me fjalët e para që ti më mësu, me studiu dhe me lexu. Kjo nuk do të thotë që na me vazhdu me mësu edhe vetëm fe. Nuk do të thotë që ti më shku vetëm me mësu këtë Kur'an, se me mësu hadithet. Nuk do të thotë që ti me patjetër me shku në fakultete islame. Por se mjafton që ti atë dituritë të cilën e merr, aty më ia dhon hakin. Atë dituritë të cilën ti ke më pajisën, aty më e kallëzue veten tënde. Çdo sen është davet. Në çdo çështje mundesh me e bë davetin tënd. Edhe ecja në rrugë të cilën e bojna është një lloj daveti të cilën ti i thret njerëzit në islam. Edhe mënyra se ti si flet me njerëzit është mënyra e davetit që ti i tregon atyre se çfarë për cilit popull je edhe për cilën fe je duke i thirrur ata. Nuk do thot vetëm një njeri i xhamisë që vjen edhe din Kur'anin mundet me qenë shembull në rrugë. Edhe ti si inxhinier, edhe ti si mjek, edhe ti si mësues, edhe ti çfarë do lloj profesioni të kish, je shembull për çdo njërin prej tjerëve nëse vazhdon këtë punë, këtë profesion me ushtruar me frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu subhanahu wa taala i ka ngrit disa prej njerëzve. Cilët njerëz, ata të cilën rreth parë e kanë besu Allahun subhanahu wa taala, pastaj janë pajisën me dituri. E ke besu Allahun subhanahu wa taala, por se mënyra po thot, edhe ata të cilët janë pajisë edhe kanë marrë dituri, Allahu i dallon ta njerëz prej tjerëve. Imam Begawi thotë se Allahu i dallon njerëzit e ditur nga njerëzit e tjerë. Allahu subhanahu wa taala njerëzit e ditur i nderon në dynja edhe i ngrit ata në grada të larta në ahiret. Cila është nderimi në dynja? Mjafton që ty me dallu pe atij i cili është ignorant. Mjafton që ty Allahu subhanahu wa taala për shkak shkollës tonë të cilën ti e kije, apo profesionit të mirë të cilën ti e kije, me dallu për atyre të cilën nuk e kanë atë profesion. Cili është nderimi të cilin Allahu ta bën ty në ahiret, është që me atë profesion të cilin ti e ke pas, qoftë hoxh, qoftë inxhinier, apo çfarë do lloj profesioni, ja ke dhënë hakun. Ja ke dhënë hakun asajna, edhe ke punu, ke vepru me frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala, nderimi të cilin ta bën Allahu në ahiret është me gradat e larta në xhenetin e tij, Allahu na bëf prej tyre. Dija është drita. Dija është drita, edhe pa dija apo ignoranca është errësira e kësaj dynjaje. Allahu subhanahu wa taala nuk i ka barazu asnjëherë në kanë ata njerëz të cilët dinë edhe ata të cilët i tha Allahu në kanë kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna, edhe thuaj ti, a janë të barabartë ata të cilët dinë me ata të cilët nuk dinë? Përgjigjja për secilin prej neve është që nuk janë barabartë. Ai i cili din çdo herë ka me qenë më lart. Ai i cili merr dituri çdo herë ka me qenë më lart. Nuk është i barabartë ai i cili e njeh Allahun subhanahu wa taala, e njeh krijuesin e tina me ato i cili nuk e njeh atë. Nuk është i barabartë ai i cili e din me dallu halalin prej haramit me ato i cili ka përzi këto dyja. Nuk është i barabartë ai i cili e din me lexu Kur'anin me ato i cili nuk e din ose e ka harruar ato krejt. Nuk është i barabartë ai i cili i fal 5 kohë namaz me ato i cili nuk i fal 5 kohë namaz. Nuk është i barabartë ai i cili e jep veten e tij për me bë punë të mira, edhe ai i cili nuk e merr as hapin për me bë këto punë të mira. Asnjëherë nuk janë barabartë njerëz. Andaj nivelet e njerëzit dallojnë në bazë të veprave të tyre, edhe në bazë të diturisë edhe frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala të cilën ata e kanë. Shkollimi fetar vëllezër nuk është luks. Shkollimi fetar nuk është vetëm për ata të cilët e kanë synimin për më bue hoxhallar. Nuk është vetëm për medrese, por se është nevoja jetike të cilën na duhet ta kemi. Është nevoja jetike që neve na bën gjallë në dynja edhe na shpëton në ahiret. Andaj, sepse ai i cili nuk din çish ka me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Ai i cili nuk ka dituri, çish ka me ditën më ju drejtuar Zotit tina, krijuesit tina. Si ka me fal namazin ai, si ka me agjërue Ramazanin ai, si ka me ditë rregullat të cilat i ka për më martue, si ka me ditë çështën çish me edukue fëmijën në frymën islame, çish ka me ditë me bëhet tregti me halal. Këta këto gjëra janë bazën e parë, fillimin e parë, hapin e parë kanë atje te marrja e diturisë edhe pajisja me dituri të hajrit. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith
Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kujna Allahu subhanahu wa taala ja don të mirën, atina ja mundson edhe kuptimin e fesë. Pra, shenja që Allahu subhanahu wa taala dikujna për robërve tina ja don të mirën është se e bën që ato me e dash diturinë rrallëpar. Me e dash të shkollën rrallëpar, me e dash të leximin rrallëpar. Sot dikujna më thonë ulu edhe lexon 1 orë 2, thotë ja, thotë më vëm kurit me lexuar 2 orë me nejt për mi libër. Pse se çështja të cilën e kena prue na sot gjallin tonë, largimi prej librave edhe largimi prej ditorijës e bën këto që ti me pasën, mos me pasën ejsh, mos me pasën dëshirë, por me u pajisën me ditori. Dërsa Allahu subhanahu wa taala ata të cilët po lexojnë, ata të cilët po studiojnë, po vazhdojnë edhe po i dallon. Nuk është kjo çështje vetëm te muslimanët. Kjo çështje të musliman. Në çdo punë, edhe ata të cilët nuk janë musliman, e japin hakun e tyre, Allahu ja jep shpërblimin në dunjë. Ndërsa te çështja e ahiretit, te çështja kur dalin para tina për veprat të cilat ne kena bërë, secili e ka gjykimin e vet. Porse në dunjë, ai i cili bën mirë ka me gjetën mirë. Ai i cili mëson ka me gjetë ato të cilën e ka mësue. Nuk po flasim vetëm për musliman. Edhe ata të cilët nuk janë musliman, ja kanë dhënë hakun ditorijës, ja kanë dhënë hakun punëve tyre, prandaj e kanë gjendjen dhe sot ku e kanë, edhe na e kena gjendjen këtu ku e kena Allahu na ruajt edhe Allahu e përmirëson gjendjen tonë. Imam Buhariu, vëllezër të ndershëm, ka qenë prej dietarëve më të mëdhenj të Islamit. Saqë libri i tij Sahihul Buhari i pajisur me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është libri më i saktë pas Kur'anit. Për shkak se i ka të gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka lind Imam Buhariu, ka lind i verbër. Kur ka lind Imam Buhariu nuk ka paë. Pastaj me kalimin e kohës, nana e tina, duke vazhdu, duke insistu në dua, edhe në sadak për birën e vet që Allah subhanahu wa taala mi ja kthye shikimin atina, një natë prej natë i vjen nëndër se djali jot shef. Edhe kur u zhuma njerë ka vazhdu Imam Buhariu edhe me paë. Edhe i ka ardhur shikimi atina. Kur i ka ardhur shikimi atina, nuk e ka shfrytzuar këtë ata. Por se ka vazhdu duke u pajisën me ditori, duke vazhdu, nuk e ka pas luksin tonë sot me telefona ose me mjetet të udhëtimit, me udhëtu tipi vendin me marrë ditori, por se ka vazhdu e herën kom, herë me mjetet të te i kanë pas edhe me lloje të kafshëve ndryshme, është pajisën me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë mbledh të gjitha ato hadithe me një libër të vetëm, edhe sot unë edhe ti e kena më të lehtë për me mësue këto hadithe, edhe me mësue sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është historia e imamit më të devotshëm, e imamit më të madh të dinit islam. Andaj rëndësia nuk është vetë çështja më pajis me çështje fetare, por se rëndësi kanë edhe lëndet e tjera. Dikur muslimanët e sëndonin botën, e udhëhecin botën në matematikë. Dikur muslimanët e udhëhecin botën edhe në mjeksi. Dikur muslimanët ishin në vendin e parë në çështjet e astronomisë, në çështjet e arkitekturës islame, edhe në çështjet e kimisë dhe lëndeve të tjera. Nëse nalesh të secila prej këtyre shkencave, qoftë matematika, kemi pas atje algebrën që ka qenë musliman, edhe ka vazhduar i pari i cili është marrë matematikën. Nëse shkon te mjekësia, kemi pas Ibn Sinën apo Avicena të cilët i thonë këta, kemi pas që ka qenë i pari i cili është marrën me mjekësinë, kemi pasën Ibn Khalduni, kemi pasën lloje shumë të ndryshme prej dietarëve që kanë qenë nismëtarë të secilës prej këtyre shkencave që e kanë sunduar botën. Pse? Sepse ata e kuptuan një gjë. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo, mëso, studio me emrin e Zotit tënd. Edhe pse çdo dije e dobishme është vlerë për neve. Çdo dije e hajrit është ngritje për neve në dunjë dhe në ahiret. Andaj, nëse një musliman bëhet një mjek i ndershëm, një inxhinier i drejtë, një mësues i moralshëm, një programer i devotshëm, të gjitha këto janë mundësi që ai më i shërbye umetit në lloje të ndryshme. Nuk bëhet ndihmesa umetit veç prej shtëpisë duke shkruar statusa. Nuk bëhet ndihmesa umetit veç me arsye se cilin u mënuem ja kalue tjetrit në çështje të cilat nuk na bëjnë dobi. Ndihmesa umetit bëhet në çat profesion të cilin ti e ke, çato punoje me nder, çato punoje me moral, çato punoje me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Problemi është kur dijen, ditorinë na e ndajna prej fejas. Problemi është kur ditorinë të cilën na marrim e largojna prej fjalës Allahu subhanahu wa taala. Kur njeriu bëhet shumë i ditur për dynjën e tina, por është një ignorant për ahiretin e tina dhe nuk di çështjet e Allahu subhanahu wa taala, ai mund të më di shumë gjuhë, mund të më di shumë teknologji, mund të më di për biznes, por se nëse nuk është i pajisur me gjërat elementare të dinit tina, prap ngritja e tij në dynjë mbetet në nivelin të cilin ai ka, por se në ahiret para Allahu subhanahu wa taala
e ka gjykimin të cilën e merr para tina. Na nuk kemi ndaj kësaj, nuk kemi që me u pajis vetëm me dituritë të ahiretit edhe me lëng të dunjajës, por as nuk kemi që me marr veç dituritë të dunjajës edhe me lëng të ahiretit. Besimtari i sinqert është ai i cili i bashkon këto të dyja. I bashkon të dyja, edhe fal namazin, edhe agjon Ramazanin, edhe jep zakatin, edhe pajisë me diturinë në fenë Allahu subhanahu wa taala, por edhe studion edhe shkencat e tjera. Edhe i studion edhe ideologjitë e tjera, edhe bëhet i virtueshëm, edhe i Zot, edhe në shkencat e tjera. Pse se ky është me të vërtetë muslimani i sinqert. Ky është me të vërtetë muslimani të cilin e don Allahu subhanahu wa taala, edhe e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rreziku i paditurisë, vëllezër të ndershëm, është se padia, ignoranca është smundje prej smundjeve më të rrezikshme sot. Padia vazhdon me shkatërrua sot familje. Padituria, ignoranca e shkatërron edhe rinin tonë. Padituria, ignoranca e largon njeriu prej Allahut subhanahu wa taala. Sa njerëz janë shkatërruar sot prej immoralitetit, prej zinajës. Sa njerëz janë shkatërruar sot prej kamatës, sa njerëz janë shkatërruar sot prej rrjeteve sociale, sepse nuk e kam pasur diturinë edhe edukimin që këto këto gjëra janë të ndaluara në fenë Allahu subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intizaa. Se Allahu subhanahu wa taala nuk e merr diturinë duke e shkuar ato pe gjoksave të juve. Por se Allahu subhanahu wa taala e merr diturinë duke i marrën dietar, duke i marrën njerëz e mirë për kësaj dhunjaje. Andaj njerëzit të cilën mbeten pa dietar, njerëzit të cilën mbeten pa mësues mirë, njerëzit të cilën mbeten pa kuadrë të mirë apo kuadrë të mirë fillta, marrin ignorant për presë. Vazhdojnë me marr kokat ignorante për prisat e tyre. Andaj ata ignorantët vazhdojnë me folën pa dije, shembuj që ti kena sot nëpër televizionet e tona shqiptare, e humbin vetën, edhe i humbin edhe tjerët, andaj nuk ato që shka për shumë se çdo kush flet për fe. Çdo kush vazhdon me folën për tematikat e tjera apo për ideologjitë e tjera për cilët ai nuk është serrës në to. Sot nëse mjafton ti veç me hapën televizorin apo me hapën një debat atje, ki me pa e ftyra të ndryshme të cilët vazhdojnë me dhon ty këshilla për fe, me ta kallëzu ty e muslimanin tradicional se çish do të më konën, çish nuk do të më konë një musliman ekstrem, çish nuk do të më konë një çfarë do lloj profesioni, nëse e kshyr biografinë e tina, ai asnjë fakultet apo asnjë lloj diturie nuk e kanë për lëmin të cilën është duke folën aty. Pse se kjo është gjendja të cilën e kena pruar na vet. Fajtor të cilët jemi na vetë, duke mos u angazhu në dituritë të hajrit, por se duke u marrë me çështjet në mes veti, kena mbet pa kuadër të mirëfillt, edhe pastaj njerëzit i marrin për dituri, i marrin për prisa, kokat ignorante, Allahu na fal, Allahu na ruaj për këtij dënimi, sepse kjo është dënim prej dënimeve të dunjajës. Thot Hasan el-Basriu, ja ibn Adam, innaka anta al-ayyam, o biri Ademit, padyshim se ti në këtë dynja je veç disa dita. Asnjëri prej neve në dunjë nuk është i përhershëm. Andaj, pasi që jemi disa dita, çdo momente mundohemi me i kaluar në shërbim të kësaj feje të Allahu subhanahu wa taala. Allahu nuk ja jep diturinë atij i cili është gjunaçar. Allahu subhanahu wa taala nuk ja jep diturinë atij i cili është i pandershëm. Këto e kemi argument në ngjarjen e Imam Shafiut, kur Imam Shafia shkoi te Uekia, te hoxha i tina, edhe vazhdoi me u ankue pse atina po i hub memoria, pse ai nuk po man shumë. Farshadani ila tarkil maasi, edhe më udhëzoi mua, edhe më këshilloi mua që me i lënën gjunahet. Me i lënën gjunahet. Pastaj tha, wa akhbarani bi anna al-ilmu nur, edhe më tregoi mua se dituria është dritë, wa nurullahi la yu'tahu al-asi. Edhe drita Allahu subhanahu wa taala nuk i jepet atij i cili është gjunaçar, atij i cili është i pandershëm, atij i cili vazhdon me shpërfil të gjitha urat e Allahu subhanahu wa taala. Shikoni lidhjen e dijes, moralit edhe devotshmërisë të cilën ja jep bekia Imam Shafiut. Përgjegjësia të cilën duhet me pasur na sot është mas pari në vetet tona, pastaj në familjet tona. Fëmijët janë amanet. Edhe amanetin kryesor, nëse na sot e humbi, e kina humbur edhe 2-3 gjenerata tjera. Thot Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët e keni besuar Allahun subhanahu wa taala, shpëtojeni veten edhe shpëtojeni familjen e juve prej zjarrit të xhenemit. Ibn Kathiri thot, mësojeni fëmijë
familjet tuaja dijen edhe edukojnë ata me bindjen edhe me frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nuk mjafton që vetëm ju ushqy ata, nuk mjafton që vetëm i veshun ata, nuk mjafton që vetëm mja ble teknologjinë më të fundit atyre, por se gjëja kryesore, edukimi më i mirë, kujdesi më i mirë për familjen tënde është kur ti vazhdon me edukuar dhe i rrit një gjenerat me frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çish me kërkuar dijen. Rrallë parë do të me e pastrua zemrën tonë. Rrallë parë do të me e pastrua gjoksin tonë me sinceritet, jo me marrë ditori për famë, jo me marrë ditori për me e pasur një pozitë naltë, jo me marrë ditori për lavdrime, jo me e marrë një ditori për diploma, se nesër diploma nuk flet. Nesër diploma ka me mbetën vesh një letër të cilën ti ke me lënë të shtëpia jote. Ajo se çka flet është morali jot, është bindja jote, është ditoria e saktë të cilën ti e kije. Sot e kije kanë mundësi njerëzit edhe me i ble diplomat, por se kjo nuk do të thotë që ata për një me janë pajisur me ditori. Kjo nuk do të thotë që ai për një me ai din diçka. Ditoria e vërtet është ajo cila është në trashëgimi edhe vazhdon me i tregu njerëzit në moralin e tina, në bindjen e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej duave që ai e bënte më shpeshti, Rabbi zidni ilmen nafi'a wa rizqan tayyiba, Allah më jep mua ditori të hajrit, ditori të dobishme, edhe rrezik edhe furnizim të mirë. Do të më marrën shembull për dietarët të mëhershëm se çka kanë sakrifikuar ata për më marrën ditori të hajrit. Imam Ahmedi udhtonte me muaj në kom për me shkue me emorën edhe me mësue një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na sot edhe hadithet edhe këta landa të tjera i kena në PDF, i kena në telefon, i kena në internet, i kena në televizor, edhe prapë nuk vazhdojnë me mësue prej tyre. Kjo është çështja se sa jemi në larg ditorijës, edhe sa kanë qenë gjenerata më hershëm më afër ditorijës. Prandaj edhe gjendja jonë sot dallon. Tha Allahu në Kur'an, Allahu nuk ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata të ndryshojnë gjendjen e tyre. Nuk kena nevojë me fajsu as kom për udhëhecave tonë, sepse na jemi në qasi gjendje që i kina edhe udhëhecat në kënë gjendje Allahu në ozov gjithë neve. Lezër, feja jonë është feja e dijes, feja jonë është feja e ditorisë së hajrit, feja jonë është ajo e cila na urdhënon për me mësu edhe me sulgju, feja jonë është ajo e cila na urdhënon neve për me u pajisën me çdo lloj ditorie të mundshme. Andaj, nuk mund të ketë ummet të fortë, nuk mund të ketë popull të fortë nëse ata janë ignoranta. Nuk mund të ketë popull të fortë apo familje të shëndosh nëse aty rriten gjenerata pa edukim edhe jo në frimin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të ketë rini të pastër nëse ajo është e larguar prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Le ta mësojnë fejen tonë, le të edukojnë fëmijët e tonë, le ta duam librin, le ta duam leximin, le ta duam studimin, le ta dojna xhamin, le ta dojna fenë Allahu subhanahu wa taala, mos ta lëna veten e rrësirën e ignorancës. Allahu na bë për atyre që e dëgjojnë fjalën e tij dhe e ndjekin më të mirën.